Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhur njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një kohë ku shumë prej muslimanëve fatkeqësisht janë bërë të thuash si pesimist. Janë bërë të thuash sikur janë demoralizuar. Dhe kjo për disa arsye. Ndërto ndoshta dhe kjo një ndër kryesoret, dobësia e muslimanëve që është sot pra në mbar botën thuash. Por edhe në realitetin ku ne jetojmë, po të shohësh edhe ai musliman ndoshta që ka një lloj pozite ose ka një lloj pozicioni ose i ka dhënë Zoti i gjithësisë ndonjë mundësi. Edhe ky në shumicën e rasteve nuk mendon shumë për fenë, nuk mendon shumë për Islamin. Por në shumicën e rasteve vë para interesat e tij vetjak. Pastaj me menu për fenë. Pastaj me mendu për botën tjetër. Edhe kjo për shkak të dobësisë imanit. Me vonë dynjan para ahiretit. Dhe ne sot e kemi më shumtit nevojshme që e pakta gjë me lexu diçka nga jeta e të parëve tanë. Dhe sidomos jeta e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata janë për ne si ummet, për ne si musliman si yje ndriçues. Dhe vjen hadith profetit alayhis salam se me kënd prej tyre pra ti ta marrësh për shembull ose ta ndjekësh janë rrugë të drejtë. Dhe mendova sot të flas pikërisht për njërin prej më të spikaturve prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili me të vërtet ka dhënë një kontribut të madh për Islamin. Pra dha gjithçka, dha edhe jetën e tij. E këtë profeti alayhi salatu wassalam e ka shujt luani i Allahut. Esedullah. E ka shujt profeti sallallahu alaihi wasallam zotriu i dëshmorëve. Ky sahab, ky shok i profetit sallallahu alaihi wasallam është ai që u rrit bashkë me profetin alayhi salatu wassalam. Kanë pi qumësht të dy tek një grua, tek e njëjta grua. Dhe është ndryshe edhe vllai i profetit sallallahu alaihi wasallam, pra vlla gjithënje. Vlla prej qumshti. Është djali i Abdul Muttalibit. Është xhaxhai i profetit sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë për Hamzain. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Kur ky pranoi Islamin, ishte momenti më delikat. Momenti ku më shumë ti profeti sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë që të kishte dikë ta ndihmonte. Kishte dikë t'i bonte ball i dhujtarëve. Pra se arriti puna deri aty ku nuk bante më. Me sharje, me ofendime, me tallje ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Përmendet në një moment shkon Ebu Xehli dhe fillon ta rëndoj profetin sallallahu alaihi wasallam. Ta shaj, ta ofendoj, por rënd shumë. Dhe aty pranë qëllon një grua e cila ishte shërbetore e Abdullah ibn Gjedanit. E shikon situatën. E shikon që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk bori asnjë lloj reagimi. E shikon që Ebu Xehli e rëndoi shumë
Dhe papët që do bonte, gru. Ndërkohë, Hamzai, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ishte njëri ndër zotërit e të rive të Mekës. Pra nuk i trembe qerpiku, nuk i lunte qerpiku. Dhe ishte shumë i aftë në gjah. Pra shumicën e kohës e kalonte në shkretir. Dhe përmendin pra për të fuqinë e tij ishte trim. Hamzai, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Po sa herë që vinte në Mekë, e kishte zakon bonte tavaf. Pra sa herë kthehej në qytet, bonte tavaf rreth Ka'bes. Dhe ashtu si çdo herë, nise kthehet në Mekë. E shikon kjo gruaja. Edhe ndalon ja Aba Ammar. Pra o Hamza. A e di thot se çfarë ka bo, thot Ebu Xehli me djalin e vllajt tënd. Dhe fillon t'i përmend, pra e ka ofendu shumë dhe ai nuk reagoi. Sa e ka bo këtë gjë? Shkoi, ndërkohë Ebu Xehli kishte shku në mesin e idhujtarëve, krerëve të idhujtarëve dhe duke u krenu. Shkon Hamzai, ritualin që bonte çdo herë, më pas, ndërkohë që kishte me vete harkun, pra siç kishte ardhur për gjahë. E heq harkun, shkon dhe i drejtohet Ebu Xehlit e godet. E godet me hark, po e plagos, e çampe në faqen e tij, në fytyrën e tij. Thot, a e sham, thot Muhammedin. Ndërkohë thot që unë jam në fenë e tij, ndërkohë që unë them atë që ai thot. Ngritën fisi Ebu Xehlit. Me i dal Zot, të rit. Atëherë i tha Ebu Xehli, lereni, tha. Se unë e kam sharë, tha, djalin e vllajt të tij, me diçka pra tepër të rëndë, tha. Pranoi Islamin Hamzai. Dhe këtë ngjarje e përmend pra Bejhaqiu, po ashtu edhe Hakimi. Pranoi Islamin Hamzai, por qysh në këtë moment filloi të ndryshoj situata. Nuk ishin më ato sharjet si më parë. Tash çdo njeri që do i fliste profetit alayhi salatu wassalam, do të mendohej mirë, mendohej dy herë. Se kishte të bonte me njerëz pra që kishin peshë, kishin zonë, kishin forcë. Jo se profeti alayhi salam nuk kishte forcë. Sa ai më i forti i tyre, më i forti i njerëzve, më i guximshmi. Por tashmë ishte edhe Hamzai, të cilit i bonin llogari kur flisin me të. Dhe ashtu pra Hamzai filloi të ishte pranë profetit alayhi salam. Të ishte në ndihmë të tij, të ishte në ndihmë të muslimanëve. Dhe vazhdoi kështu derisa u bë hijreti, emigrimi për Medinë. Por siç e dim, kushdo që bonte emigrim për Medinë, kushdo që emigronte, Mekasit i merrnin shtëpinë, i merrnin pasurinë. Pra do me ik këtu s'ke gjë më, pa drejtësisht. Disa prej tyre i kishin vrarë, disa prej tyre i kishin torturuar. E kur shkuan në Medinë, këto sahab që kishin pra shumë gjëra në Mekë, shumë pasuri në Mekë, nuk ndjeheshin rahat, vinte karvani Mekasve, kalonte që kishin dy udhëtimet e tyre, kalonin nga pra Shami, shkonin pra nga Mekka për në Sham, ose udhëtimi tjetër nga Mekka për në Yemen. Po kur shkonin për në Sham, kalonin pranë Medinës. Ndërkohë që kishin marrë pasurinë e muslimanëve në Mekë. Dhe kërkuan prej profetit alayhi salatu wassalam që të bonte një zgjidhje. T'ju jeptëm lejen, mundësinë që të merrnin hak për pasurinë e tyre. Dhe ju dha leja. Betejë e parë më pas u bë pra betejë e Bedrit. Ku në të Hamzai ishte njëri ndër krerët e luftës. Ishte ai pra që dolin dy luftim. Ishte ai që e vrau kundërshtarin. Po çfarë humbje e madhe ishte për ushtrinë e armiqve. Ishte ai që
i shpartalloi safet e armiqve, Hamzai. Sa që Mekasit pra përmendin, thoshin, nuk na ka dëmtu dikush më shumë se sa që na ka dëmtuar ai që mbante një tip puple, e mbante Hamzai në gjoksin e tij. Thot, nuk na ka dëmtu dikush, pra nuk ka vrap dikush më shumë se sa ai, thoshin Mekasit. Dhe patjetër doshin një lloj hakmarrje ndaj tij. Hamzai vrau Tuaime ibn Adi. Dhe djali i vllajt të këtij, kur shkoi në Mekë, kishte një sklav të tij, Wahshiun. I thot, shiko, nëse do ma vrasësh, thot Hamzai, thot ti do t'jesh i lirë. Dhe beteja do t'ishte vitin tjetër, pra mbaroi beteja Bedrit, e fituan muslimanët, beteja e radhës do t'ishte beteja e Bedrit. I thot Wahshiut, nëse e vret atë, je i lirë. Dhe e tregon Wahshiu betejen e Uhudit. E tregon edhe se si ka shku pra pikërisht nga Mekka, vetëm këtë mision kishte. Vriste Hamzain, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Normal, Hamzai ishte njëri ndër komandantët kryesor të luftës. Ishte patjetër strateg, ishte patjetër pra njeri që kishte guxim të madh. Dhe diskutohet edhe pjesa pra e daljes së muslimanëve jashtë Medinës. Ky ka qenë ai nismëtari, thosh. Se ishte diskutimi a do të rinin muslimanët pra lufta e Uhudit ose t'i prisnin idhujtarët Medine, dhe aty do ndihmonin gratë, fëmijët, pra gjithë, edhe secili e njihte qytetin më mirë, apo do të dilnin jashtë Medinës. Hamzai ka qenë ndër ata, tha atje do të dalim. Fush betej. Dhe ashtu bon. Ndërkohë që përballeshin muslimanët me jo muslimanët, tregon Wahshiu, thot, doli njëri prej quhej Sibaa. Ky doli edhe ju thot, ju drejtohet muslimanëve. Thot, a ka ndonjëri prej jush që më del në dy luftim? Ngrihet Hamzai. I përmend prejardhjen, i përmend se çfarë veprash pra bonte e jama, dhe thot, ti thot, bonën fjalë dalësh ti kundër Allahut dhe dërgumit ti. Dhe kush dilte me Hamzain, pra nuk ishte si kthehej gjallë. Atëherë vazhdoi lufta. Wahshiu thot, unë nuk kisha punën se vriteshin me njëri tjetrin ata. Ai qëllimi i Wahshiut kishte ardhur prej Mekë, thot, unë kisha qëllim Hamzai, kush është Hamzai? Edhe pyeta, tha, e pashta që ai, pra e përmendin sahabët, Hamzai në luftën e Uhudit, thot, ka luftuar me dy shpata. Pra aq trim, aq i guximshëm, aq i fortë. Para profetit alayhis salam me dy shpata, dy krahat. Dhe kujt pra i shkonte, i nisej, Hamzai kishte mbaru puna e tij. Thot Wahshiu pyeta, kush është ai pra me kishte shenjën Hamzai? Tha, ai është Hamzai. Tha, me këtë kam punë. Thot Wahshiu, po ti shkoja, thot, drejt, kjo s'ishte e mundshme. Dhe thot, u fsheha pas një shkëmbi. Edhe prisja momentin, pra ku gjinja ndonjë hapësirë, që dhe mbajta, thot, një tip shigjete. Shtiz, thot, ndorë. Derisa, thot, gjeta një moment që Hamzai, pra ishte hapësirë. Aty, thot, e kam godit dhe e ka godit poshtë kërthizës tij. Thot, derisa ai vazhdoi prap, thot, vinte rreth meje, por shtiza pra doli te jashtë, si thon, nga para doli tek shpina e tij. Dhe kështu bie dëshmor Hamzai, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Më pas nuk u mjaftuan i dhujtarët me kaq. Por shkuan dhe e
gjymtyrun trupin e tij. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi betejë, shkon dhe shikon dëshmorët që kishin rënë. Dhe nuk ka parë moment më të dhimbshëm dhe më të prekshëm se momenti kur pa xhaxhain e tij, pra vllajën e tij prej qumshti, kur e pa që e kishin vrarë në atë formë. Dhe në atë moment profeti alayhis salam, njëri me çka kishte dhe ai. Dhe përmendi thanë shenjë hakmarrje, do të bëj pra për 70 prej tyre do të bëj një lloj siç ata vepruan me Hamzain. Por Zoti i gjithësisë zbriti ajetin e Kuranit, ku i tregon profetit alayhis salam se hakmarrja është pra një lloj. Çat ka bë me i bë. Një person, një. Ato pra që ka bërë armiku, atë të bonte edhe profeti alayhis salam. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Dhe nëse dënoni, me dënu thot, pra një lloj siç ju kanë bërë, siç ju kanë dënu. Pastaj wala in sabartum lahu khairul lisabirin. E nëse do të bëni durim, kjo është më e mirë, pra normal shpërblimi më i madh për durimtarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tërhoq nga ky zotim që bëri dhe e shpagoi atë pra që tha. Më pas profeti alayhis salam ka përmend edhe një dëshirë që kishte në lidhje me këtë situatë. Pra sikur mos ishte ai pikëllimi i grave me radhë do ta linte Hamzain ashtu, të hanin shpendët e gërsirat, dhe ditën e gjykimit të gjitha këto do të dëshmonin kundër i dhujtarëve për mizorinë që ata bën. Se ti ndoshta mund të jesh në luftë, po ti vret ai sa të vrasin. Pra me trupin e atij që ka ndru jetë, që është vra, nuk ke pse e copton, nuk ke pse e deformon. Përmendet më pas momenti kur vjen e motra e Hamzait. Përballet me Aliun dhe Zubeirin. Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Ata e kishin pa dhe situatën. Dhe vjen Safia, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, i pyet, ata thanë ikë ke profeti alayhis salam. Kur shkoi tek profeti alayhis salam vuri dorën e tij në gjoksin e saj. Në mënyrë që ta qetësonte, sepse ishte moment tepër prekës. Ne ndoshta sot, pra kur i ndron jetë dikujt një afër, dhe është edhe në formë pra ndoshta ka jetu i moshuar me gjitha, pra është caktimi i Zotit që ajo është gati e papërballueshme. Jo më të shihte vllajën e saj në atë lloj gjendje. Por bëri durim. Përmendet në një transmetim se kishte ardhur me 2 rroba, 2 qefin. Pra për të me qefinos vllajën e saj. Dhe aty pranë Hamzait ishte edhe një ensari. Njëri prej ensarëve kishte rënë dhe ai dëshmor, po dhe ai s'kishte robë me u qefinos. Përmendet se shokët e profetit alayhis salam kishin ul kokat dhe po qanin. I pyet profeti alayhis salam, i tha, pse po qani? Tha, no i dërguar me Zotit. Pra, sot nuk po gjejmë se i thon rroba me varros xhaxhain tënd. Këto 2 rroba që pruri Safia, njëra ishte e mirë, kurse tjetra ishte jo aq. Profeti alayhis salam u tha, do hidh një short tha midis tyre dyve, s'po i ndajmë. Midis Hamzait dhe këtij tjetrit. Ajo rroba e mirë i ra atij tjetrit. Kurse shefini që ishte i dobët i ra Hamzait. Kur e mbulojnë ke koka, i zbuloshin këmbët. E çojnë ke këmbët, i zbulohej koka. Profeti alayhis salam ju tha, vendoseni, mbuloni kokën dhe tek këmbët ju urdhëroi të vinin disa gjethe. Më pas urdhëroi profeti alayhis salam që të varroseshin
dëshmorët e Uhudit, për cilët dëshmon profeti alayhis salam se janë në xhennet. Dhe dëshmon për atë shpendin, pra që do janë në të shpirtrat e banorëve të xhennetit, e shuhadave të Uhudit, të cilët pra shëtisin në për xhennet. Dhe kërkojnë prej të madhit Zot që me i tregu besimtarve për mirësit, pra që ata kishin në xhennet. Dhe zbritja ajeti i Kuranit, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Dhe mos mendo se ata të cilët kanë rënë dëshmor pra në rrugt të Allahut janë të vdekur. Ata janë të gjallë. Zoti i gjatësisë bëri që trupat e dëshmorëve të Uhudit mos t'i hante toka. Dhe përmendet se pas 40 viteve, përmend Xhabiri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, i është dash që t'i zhvarrosin disa trupa të dëshmorëve të Uhudit, dhe thot kur kanë shku tek trupi i Hamzait, thot pa dashje e kanë gërvisht këmbën e tij dhe ka rrjedh gjak, thot sikur të ishte trupi pra i gjallë. Zoti qoftë i kënaqur prej shokëve të profetit alayhis salam, Zoti qoftë i kënaqur prej Hamzait. Hamzai ndroi jetë, ra dëshmor në moshën 57 vjeçare. Dha një kontribut të madh për muslimanët. Dhe patjetër muslimani kur gjon për ngjarje të tilla nxjerr mësim. Ndoshta sot nuk kërkohet prej nesh pra ajo punë madhështore që bëri Hamzai. Por në të paktën me aq sa kemi mundësi, me u përpjek për fenë e Allahut të lartësuar. Sot nuk kërkohet prej teje me luftu. Sot ndoshta kërkohet prej teje një fjalë me ia thon tjetrit, me pasqyru Islamin tënd tek tjerë me veprat tua, me pa ai tjetri mirësinë e Islamit. Sepse sot armiqtë e Islamit mundohen që me e shpërfytyru, pra me mundohen me të madhe. Jo këta janë vrasës, jo këta janë gjitha të këqija, gjitha të zezat. Ndërkohë po të shikosh këtë jetën e Hamzait, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Pra edhe lufta që shokët e profetit alayhis salam bën, ishte në fjalë luftë e drejtë. Sepse lufta në origjinë tek ne muslimanët bëhet vetëm në raste të domosdoshmërie. Raste pra të caktuara ku janë plotësisht të drejta, për shembull lufta e Bedrit. Po aty i kishin marrë pasurinë, i kishin vrarë njerëz. Pra nuk edhe vin bësh edhe karshillok. Dhe po të shohësh gjatë historisë, edhe porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam për shembull në rast lufte, nuk vritet i moshuari, nuk vritet gruaja, nuk vritet fëmia. Nuk friksohen njerëzit pra që s'kan lidhje me luftën. Nuk vriten ata që s'kan lidhje me luftën. Dhe po të shohësh lidhje me Hamzain, kur u çliru Mekka. Ky Wahshiu e fitoi lirinë. Por u çliru Mekka. Ky ishte vrasësi i Hamzait. Shkon tani, erdhi momenti edhe ky me pranu Islamin. Kur shkon ke profeti sallallahu alaihi wasallam, pra imagjinoje ti çfarë profeti ishte ky. Çfarë njeriu ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ishte i tillë që ky më ka vrarë ky të pranojë Islamin, dhe ishte plotësisht e drejta e tij. Që thoshte ky më ka vrarë pra një zotëriun e dëshmorëve. Ka vrarë luanën e Allahut. Pra ky njeri patjetër që çdo njeri po të ishte ky më ka vrarë xhaxhan fundja. Por profeti alayhis salam kur erdhi ky, i kërkoi që t'i tregonte formën se si e ka vrarë Hamzan. Edhe e tregon Wahshiu. Më pas e pranoi Islamin e tij profeti sallallahu alaihi wasallam. Më pas i tha, nëse ke mundësi, pra mos më ndil më para. Pra ky ishte ajo, pra thjesht se profeti alayhis salam sa herë do ta shifte, do t'i kujtohej ajo pamja e dhimbshme e xhaxhait tij, tha sa herë, pra mos ndil para. Vazhdoi Wahshiu.
pra musliman, sahab. Dhe ne e dim që Islami i fshil ato që janë më parë, derisa del Musaileme el-Kedhab. Në kohën e Ebu Bekrit, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, Musaileme pretendoi profetësinë, i rreshëm. Dhe u bë një betejë mes muslimanëve dhe ushtrisë së Musailemes. Në këtë betejë ka marrë pjesë Wahshiu. Dhe Wahshiu vendosi një qëllim vetes, që të vriste këtë person. Dhe me të vërtetë ja arriti qëllimit. Dhe thuhet se e ka vrarë me të njëjtën shtizë. Dhe thot, kam vrarë njeriu më të mirë dhe njeriu më të keq. Vëllezër të nderuar, patjetër që ne nxjerrim mësime të shumta prej jetës së Hamzait, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Dhe normal, mësimi më i madh është sakrifica e madhe që ai sahab bori për fenë e Allahut të lartësuar. Nga ana tjetër, nxjerrim del në pah mëshira e profetit sallallahu alaihi wasallam. Del në pah toleranca e profetit sallallahu alaihi wasallam. Del në pah se ky Islam është fe që ka norma, ka rregulla. Dhe nuk është e vërtet ajo që armiqtë e Islamit mundohen t'ia mbveshin muslimanëve. Se këta janë vrasës, këta janë kriminela, këta terrorizëm, me radhë, gjitha të këqijat, gjitha të zezat. Ndërkohë që po të lexosh në histori, do të shohësh krejt kundërtën. Po të lexosh në histori, për shembull, merri rast kryqëzatat. Çfarë është bërë në Quds për 90 vite që e patën ata? Nuk kanë mëshiru as gru, as fëmijë, as më shumë, gjak. Mos shko aq larg. Këtu, para pak vitesh, çfarë kanë bërë me vëllezërit tanë në Kosovë? Çfarë kanë bërë me vëllezërit tanë në Bosnjë? Lutim Allahun e lartësuar që të na ruaj. Lutim Zotin e gjithësisë që të na mbroj. Allahu është përbleft me të mira, Zoti i bëf dobishme këto që gjuam. O sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammed.